Britsjap, kjo video është për ty. Përshëndetje, unë jam Tesi dhe sot do kanalizoj një guid shpirtërore mbi energjinë kolektive të Britsjapit për vitin 2026. Mos harroni që kjo është një guid e përgjithshme, nuk aplikohet për të gjithë. Ata që dëshirojnë një guid të personalizuar duhet më shkruajnë në mesazhe private dhe nëse doni të suportoni punën time, keni një link në bio. Para se të interpretoj karta, dua t'ju them dy fjalë paraprakisht. Kjo është hera e dytë që po nis videon dhe nuk më ka ndodhur asnjëherë që të nis një video dy herë, po ju jeni aq të ngarkuar emocionalisht sa herë flitet për emocionet e juaja, ju bllokoheni dhe unë nuk arrit të depërtoj më tej tek energjia juaj, sepse nuk dua të hyj me dhunë apo me forcë. Pranë meje ka ardhur dhe Gogo. Dhe Gogo vjen gjithmonë afër meje vetëm në momentin ku shenja e energjisë apo e personi që unë po kanalizoj ka nevojë vërtet për suport emocional. Ju lutem, lidhuni me emocionet e juaja, jepeni kohë vetes të pushoni, e kuptoj që puna është shumë e rëndësishme dhe duhet të punoni, se pa punë çfarë do bëjmë në jetë, por gjithashtu është edhe rëndësishme të pushoni, të relaksoheni, sepse relaksi nuk është diçka që ju duhet ta fitoni dhe duhet ta merrni me mund, por është e drejta juaj, është një drejtë për të cilën ju keni lindur dhe ju lutem bollu për poqët t'i tregoni çdo kujt që ju mundeni apo mund t'ja dilni mban. E dim të gjithë që ju mund t'ja dilni mban. Ju lutem, rrënjëzohuni dhe lidhuni me emocionet e juaja, sepse keni një vështirësi shumë të madhe, jo vetëm te zemra juaj, të heart chakra, po keni edhe tek zëri. Zëri i vetëm po vibron tani dhe vetëm në harmoni nuk është. Duhet të lidheni se s'bën me harmoninë tuaj dhe të ktheheni tek qendra juaj dhe këtë gjë mund ta bëni shumë mirë duke filluar të pushoni. Kalojmë tek interpretimi i letrave. Do përpiqem të flas shpejt sepse e di që nuk I keni fort shef këto momente, sepse po jeni duke menduar 1 milion gjëra të tjera që doni të bëni dhe unë nuk mundem të luftoj me ju në këtë pjesë. Në këtë pjesë gjithmonë ju hap rrugë dhe them vazhdoni. Duhet të lidheni këtë vit me fëmijën tuaj të brendshëm. Fëmia juaj I brendshëm po pret diçka nga ju. Ka diçka që ju ja keni mohuar gjithmonë fëmijës tuaj të brendshme dhe mendoj që është pjesa emocionale. Duhet ta dëgjoni, duhet ta mirëkuptoni, duhet ta suportoni emocionalisht dhe duhet të shfaqeni për fëmijën tuaj të brendshëm tani. Për ata që janë prindër, duhet të shfaqeni jo vetëm për fëmijën tuaj të brendshëm, por edhe për fëmijët e juaj. Po duke shëruar fëmijët tuaj të brendshëm, do dini si të jeni aty dhe për fëmijët e juaj. Disa të tjerë duhet të punojnë me plagët që janë formuar në fëmijëri në shtëpinë e tyre. Plag familjare. Duhet të bëni një shërim të thellë të plagëve familjare. Duhet keni parasysh që juve, Britsjapëve, ju aktivizohet një bollok I papar në momentin që dhuroni dhe ndani të mirat e juaja, jo vetëm emocionale apo ekonomike, po edhe mendimet e juaja, këshillat e juaja, kur I ndani me njerëzit që janë më të vegjël se ju. Keni një ndjesi mësore brenda jush, apo atësore për ju që jeni meshkuj, që është shumë e bukur dhe ju aktivizon direkt bollok dhe oportunitete të reja që gjëra më të mira të vinë drejt jush. Sigurisht, juve nuk do ju mungojnë parat as këtë vit, gjërat e mira, gjërat materiale, luksi, ku di unë çdo gjë e mirë që ju dëshiron në zemra juaj. Disa prej jush do takojnë dashurinë e tyre. Për femrat në këtë rast, do takoni një mashkull që do jetë I maturuar dhe do di t'ju ofrojë të gjitha të balancën apo stabilitetin, jo vetëm ekonomik, por edhe emocional. Dhe do jetoni atë, si thua, do jetoni një marrëdhënie, sikur të jetë një muaj mjalti, sepse do ndjeheni shumë mirë në prezencë të këtij mashkulli që do di t'ju trajtojë si një mbretëresh. Do keni suksese këtë vit Britsjap, por është shumë e rëndësishme të lidheni me emocionet e juaja. Në momentin që ju balanconi emocionet e juaja, do gjeneroni më shumë të mira materiale dhe do keni më shumë përmbushje, gjëra të mira, begati, mrekulli. Kjo është gjithashtu dhe shenja, është karta e shenjës tuaj.
Kështu që nuk është rastësi pse kjo kart shfaqet si një augur i mirë për t'ju thënë që sorry, ju kërkoj ndjes e përsëris keni shumë nevojë të lidheni me emocionet e juaja, sepse kjo kolla ime tani nuk ishte rastësisht. Keni nevojë të lidheni me emocionet e juaja dhe keni një nevojë të theksuar të purifikoni throat chakrën. Duhet të punoni me SZB-n, me chakrën e fytit. Ka disa të vërteta që ju si keni pranuar dhe këto gjëra ju bllokojnë fytin, ju bllokojnë energjinë tuaj, ju bllokojnë kraharorin. Unë tani po ndjej një viprim gjithë te zona e kraharorit dhe tek fyti, gjë që po më shkakton një parehati. Dhe nuk e imagjinoj dot si ndiheni ju me këtë gjë që nuk është diçka që është formuar së fundmi. Keni vite të tëra, ndoshta edhe dekada që e mbani me veten tuaj. Një energji tjetër që do fokusohen apo do ndodh për ju këtë vit është perandori. Do gjeni perandorin tuaj, do vini me këmbë në tokë, duhet të lidheni me emocionet e juaja. Por njëkohësisht të jeni dhe të rënjëzuar, duhet të lidheni me pasionin brenda jush, duhet të gjeni balancën, duhet të gjeni qartësinë. Kam ndjer diçka tek energjia juaj që nuk jeni shumë të qartë këto momente, prandaj është e nevojshme që të vini me këmbë në tokë, të pushoni. Dhe duke pushuar do keni mundësi të qartëzoheni dhe të dini se çfarë doni të bëni në të ardhmen. Do kalojmë direkt tek paternat apo gjëra që duhet fokusoni apo të shëroni për gjatë vitit 2026, sepse mezi jeni duke pritur që të mbaroj. Merrni pak frym. Pse po nxitoni kaq shumë? Kujt po përpiqeni ti provoni që ju jeni më të fortët, më të mirët. E dim që jeni të fortë, e dim potencialin tuaj, thjesht duam të shijojmë më të mirën tuaj, dhe më e mira juaj nuk është kur jeni tërkohës në nxitim, është kur shijoni të gjitha gjërat që keni arritur. Dhe të gjithë e dim, dhe më kushjen që ju arrini shumë gjëra, asnjëri nuk dyshon nga ne që ju arrini shumë gjëra. Stone Goddess, duhet të lidheni me energjinë hyjnore, femërore brenda jush. Duhet të shëroni ju thash që duhet të shëroni disa trauma në lidhje me familjen. Familja këtu edhe mother line, këtu maternal line. Duhet të shëroni diçka në linjen e paraardhësve tua femra. Kjo është gjë që ju duhet të shëroni tek flagët e fëmijërisë janë krijuar në familjet e juaj apo në shtëpitë e juaj. Ka të bëj me energjinë hyjnore femërore. Aty duhet të fokusoheni. Nothing is impossible. Shpirti juaj ju thot që bëhuni të hapur nga të gjërat e papritura. Më shkruar një lëmë shtu tani dhe dua t'ju them që disa prej jush kanë vërtet shumë nevojë të qajnë. Ju lutem qani, mos i mbyllni emocionet e juaj, po ndjej që disa prej jush janë vërtet gati të lidhen me emocionet e tyre dhe ta shërojnë të shkuarën. Mua po më vjen të qaj tani. Lejojeni veten të qani dhe do ndjeni më të çliruar dhe më të purifikuar dhe më gati për të vazhduar më përpara. Nëse ju duket sikur ca gjëra janë të pamundura tani, qëndroni të sigurt dhe me besim të plot që asgjë nuk është e pamundur për ju, edhe aty kur duket sikur nuk ka një rrugë, ju do e gjeni me SZB një rrugë këtë vit. Tjetër, stepping stones. Take the next step, simplicity, focus. Duhet të përqendroheni, fokusohuni tek relaksi, fokusoheni tek e shkuara juaj, fokusoheni tek emocionet e juaja. Ky vit do jetë shumë i vështirë emocionalisht për ju, por nga ana tjetër do jetë dhe shumë shpërplyes nga ana ekonomike dhe materiale dhe në gjitha qëllimet që ju keni. Vështirësia juaj e vetme është thjesht emocionale, të përballeni me emocionet e juaja. Por këtë gjë duhet ta bëni duke bërë një hap të vogël çdo ditë.
drejt shërimit tuaj emocional. Dhe sa më shumë shëroheni ju emocionalisht, aq më shumë afroheni ju tek froni juaj i vërtet, aq më shumë rrënjëzoheni ju, aq më shumë ktheheni edhe apo lidheni ju me fuqinë tuaj personale dhe ju si shenjë keni një fuqi mbreslëndse. Kështu që ju lutem, nuk e keni gjërat shumë të rënduara si të tjerat, rëndesa juaja vetëm është thjesht një bagazh shumë i madh emocional. Fokusohuni tek zemra, heart chakra dhe te fyti, throat chakra. Ky është fokusi juaj këtë vit dhe vazhdoni ecni përpara. Dhe një mesazh i fundit që shpirti juaj ka për ju është kjo. Mama Jumbo Shine. Ky është viti që ju shkoni pemën. Pema simbolizon familjen tuaj dhe simbolizon të shkuarën tuaj, simbolizon paraardhësit e juaj, simbolizon rënjët e juaj. Aja tu ka përsëri bollëk, edhe simboli shenjës tuaj. Janë 2 herë. Ky është viti që ju përqafoni emocionet e juaja, rriteni, merrni mësime nga e shkuara juaj, përqafoni fort atë çka ju jeni në të vërtet, çlironi ngarkesat nga sistemi juaj dhe guxoni të shkëlqeni vetëm ashtu siç ju dini. Ndoshta ky nuk ishte guida që ju doni, sepse sa herë bëhet fjalë për emocionet, nuk është ajo që ju preferoni, por mos harroni që rregullimi apo përballja me emocionet e juaja do ju sjelli të gjitha ato të mirat ekonomike që ju dëshironi dhe si energji juve nuk ju kanë munguar asnjëherë, po ju vinë më natyrshëm se të tjerat. Sepse punoni fort dhe gjithë puna e fort që ju keni bërë gjithë vitet e fundit do shpërblehet këtë vit dhe ju të merrni vendin që ju takon, por ju lutem mos harroni që të ndaloni dhe të pushoni të gjitha gjërat që keni arritur, sepse keni arritur vërtet shumë. Po e mbyll tani dhe më vjen shumë keq që nuk e mbyll ato më shpejt. Ju uroj një vit të mbar, pritjap dhe shihemi me kujtat e tjera. Pacem.